Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Falenderimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që ecin rrugës së tij deri në amshim. Në përcjelljen e mesazhit fetar, rëndësi nuk ka vetëm gatishmëria, por edhe ana profesionale. Jo rrallëherë, edhe pse duam që t'ua përcjellim njerëzve fenë, edhe pse duam që t'i lidhim me Zotin, ne bëhemi shkaktar që ata të irritohen prej fesë. Kjo për shkak të përzgjedhjes së metodave të gabuara. Prandaj dietarët musliman përgjatë gjithë kohës kanë folur jo vetëm për përcjelljen dhe rëndësinë e përcjelljes së mesazhit fetar, por edhe për mënyrat, për metodat, në mënyrë që të mos bëjmë keq duke dashur që të bëjmë mirë. Kanë folur se si duhet prezantohet feja, se si duhet prezantohet Zoti, se si duhet t'ua prezantojmë Muhamedin alayhi salatu wassalam. Të nderuar teleshikues, sot me lenin Allahu te bareke ve teala, ne do t'ju ofrojmë disa këshilla shumë të çmuara të një dietari të madh, të një emri të madh në shkencat islame, dhe i cili na mëson se si ta duam Zotin më shumë, i cili na mëson artin e lidhjes me Zotin, i cili na mëson se si besimtar, si duhet që Zotin t'ua prezantojmë të tjerëve. Fjala është për Ebu Alije, biografinë e cilit me lejen e Zotit do t'ua përcjellim pak më vonë, por më parë do donim që njiheshim me këshillat e tij. Ebu Alije, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: Allahu i madhruar ka caktuar për vete 5 gjëra. E para, ai që beson në Zotin, Allahu do ta udhëzoj. E dyta, ai që i mbështetet Zotit, Zoti do t'i mjaftoj. E treta, ai që i jep hua Zotit, Zoti do ta shpërblej shumë fish. E katërta, ai që kërkon mbrojtje nga Zoti, Zoti do ta shpëtoj. Dhe e pesta, ai që lut Zotin, Zoti ka për t'ju përgjigjur atij. Pra, janë këto 5 gjëra të cilat neve në të vërtetë na mësojnë se si ta duam Allahun azza wa jall. Na mësojnë se si të lidhemi me Zotin. Na ofrojnë thjesht cilësitë e Allahut te bareke ve teala, të cilat neve na lidhin edhe më shumë me të. Kjo për faktin se, siç tham, jo rrallë ne si njerëz, edhe duke dashur që ta përcjellim mesazhin fetar, edhe duke pasur qëllime të mira në parim, gabojmë për faktin se përzgjedhim metodat e gabuara. Prandaj nuk janë të pakta ata njerëz që ndonjëherë pikërisht për shkak të gabimeve tona edhe irritohen nga feja. Ndërsa Kurani dhe Suneti janë plot e përplot tekste të cilat na mësojnë se si duhet ta prezantojmë Zotin dhe nga çfarë këndvështrimi, nga çfarë perspektive duhet ta prezantojmë atë. Allahu përmend në Kur'anin famadh, në kapitullin Ibrahim, disa prej pejgamberëve, të cilët ju than popujve të tyre: "E fillahi shak fatir as-samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum." An Zotin po dyshoni? Në atë që ka krijuar qiejt dhe tokën dhe i cili ju thret që t'ju falë mëkatet. Pra Allahu te bareke ve teala është krijuesi, është ai që ka në dorë çdo gjë, është sunduesi, është pronari i çdo gjëje. Është ai që me gjitha mundësitë që ka, prap na thret që ne të pendohemi. Prap na thret në falje. Prandaj ka thënë Allahu në Kur'an: "Wallahu yad'u ila daris salam." Allahu ju fton juve në xhennet. Allahu nuk fton në zjarr. Allahu nuk fton në xhehenem. Allahu fton në xhennet. Prandaj, të nderuar vëllezër, është shumë e rëndësishme që ne këtë aspekt
tu a prezentojnë njerëzve. Ti thrasin njerëzit pikërisht në mëshirën e Zotit, nga se gjithë ne pa përjashtim kemi nevojë për të. Është një mëshirë e madhe, është një mëshirë e pakufishme, një mëshirë e cila i ofrohet secilit prej nesh dhe që ofrohet në secilin çast të ditës dhe natës. Është një mëshirë e cila nuk ofrohet në orë caktuara, jo, ofrohet në secilin frymëmarrje, në secilin moment të ditës dhe të natës. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, Allahu e shtrin dorën ashtu siç takon madhrisë së tij. E shtrin dorën gjatë natës që të pendohet mëkatari i ditës. Dhe e shtrin dorën gjatë ditës që të pendohet mëkatari i natës. Dhe këtë derisa dielli të lind nga perëndimi. Pra deri atëherë kur ta shihni këtë shenjë, për shenjave të mëdha të Kiametit, dijeni se mundësia juaj që të ktheheni tek Zoti, pavarësisht gabimeve që keni bërë, mundësia që ju të pendoheni tek Zoti ekziston. Prandaj njëri prej sahabeve, njëri prej emrave të dijes dhe njohurive në mesin e sahabeve, Abu Darda, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë, nëse dëshironi edhe betohem, nuk ka njeri më të mirë se sa ai që u bën njerëzve Zotin të dashur. Nuk ka besimtar më të mirë se besimtari i cili merr përsipër që Zotin ta prezantoj nga kjo perspektivë në mënyrë që njerëzit të lidh me të, e veçmas në kohën tonë kur nevoja për mëshirën hyjnore, nevoja për shkarkimin nga barra, nga stresi, nga ankthi, është më e madhe se kur do herë më parë. Prandaj ne me lejen Allahu te bareke ve teala përgjatë kësaj ligjërate, përgjatë këtij takimi, do të kemi rastin dhe mundësinë që të zbërthejmë këto këshilla dhe me lejen Allahu te bareke ve teala do ta duam Allahun edhe më shumë, do të mësojmë se si ta prezantojmë, por edhe personalisht do të mësojmë se si të lidhemi me Zotin dhe si dashuria jonë të jetë më e madhe për të. Por siç edhe e kemi bërë traditë të nderuar vëllezër dhe motra, do donim që fillimisht bëjmë një përmbledhje biografike të autorit të këtyre këshillave. Ebu El Aliye është prej dietarëve të brezit të parë pas sahabeve. Në fakt ka jetuar në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, por se Islamin e ka pranuar në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Ka qenë prej atyre që ka mësuar nga Omeri, ka mësuar nga Aliu, ka mësuar nga Abdullah ibn Mas'udi, ka mësuar nga Zeid ibn Thabiti, nga Aisha radhiyallahu anha, ka mësuar nga Abdullah ibn Abbasin dhe një grup tjetër i madh i dietarëve. Pra ka qenë një prej atyre besimtarëve, prej atyre dietarëve që kam pasur rastin që të edukohen në shkollën e sahabeve. Ka fituar dije të mëdha, dije të shumta që e kanë bërë tjetë jo thjesht referencë, por tjetë referenca kryesore veçmas sa i përket Kur'anit. Ka mësuar nga Ubej bin Ka'bi radhiyallahu anhu, e ka pasur mësues personal dhe Ubej me licencë nga profeti jon, nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, ka qenë njëri prej atyre 4 vetave që është mësuar Kur'ani prej tyre dhe duke qenë se është edukuar në shkollën e tij, në medresen e tij, Ebu El Aliye, i cili ndryshe quhet Rufej ose Rafi bin Mihran, është vlerësuar nga dietarët se njeriu që pas sahabeve absolutisht e ka njohur Kur'anin më së miri. Nuk ka vlerësim më të madh. Nuk ka vlerësim më të madh se sa të thuhet për dikë se pas brezit të sahabeve nuk ka njeri të ngjashëm me të veçmas në shkencën e Kur'anit. Pra ka qenë i atill që dija e ka ngritur, madje përmendet se ka shkuar në Basra, ku ka qenë vali, ka qenë guvernator Abdullah ibn Abbasi, Allah qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, dhe e ka marrë, ka ofruar, e ka ulur në shtratin e tij. Dhe i ka thënë Ebu El Alijes, i ka thënë kështu të ngrit dija, për shkak se Ebu El Alije në fillim ka qenë sklav.
Dhe ja me dije ka ardhur, është ulur tek kushëriri pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është ulur në shtratin e tij në kohën kur edhe Kurejsh që kanë pasur emër, që kanë pasur nam, kanë qenë të ulur në tokë. Pra, ka mësuar për hir të Zotit, e ka përqafuar fenë për hir të Zotit, ka qenë i sinqert në fe, dhe Allahu te bareke ve teala e ka shpërblyer duke ngritur në këtë dynja para se ta ngrit në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala me shpjegimin e këtyre 5 këshillave të bukura, të cilat për Zotin edhe po të shkruheshin me ngjyrë ari, është paksa meritojnë që të trajtohen dhe të jenë pranishme në mesin e tonë. Këshilla e parë e këtij burrit të madh, këtij dietarit të madh, është që kushdo që e beson Allahun, Allahu ka për ta udhëzuar. Në të vërtetë, secila prej këtyre këshillave, madje siç edhe janë shpjeguar vetëm nga Ebu el-Aliya, kanë mbështetje kuranore dhe nuk është për çudi. Një dietar kaq i madh, një emër kaq i madh në dije kuranore, nuk ka se si fjalët e tij të mos jenë nga Kurani dhe mësimet e tij. Prandaj ne e gjejmë të këshill të shkputur nga fjala Allahu te bareke ve teala, wa man yu'min billahi yahdi qalba. Ai i cili beson në Allahun, Allahu ka për t'ja udhëzuar zemrën. Dietarët musliman e më saktë Abdulrahman bin Nasir Saadi, duke interpretuar këtë ajet kuranor, i cili për hir të së vërtetës është i shkputur nga një ajet më i gjatë, i cili ka ardhur në kontekst të sprovës, ka thënë kësaj. Ky ajet kuranor në radhë të parë neve na flet për dobinë e besimit. Pra në parim çdo kush i cili beson Allahun te bareke ve teala, i cili beson sinqerisht Allahun, beson në 6 kushtet e imanit, Allahu te bareke ve teala do ta shpërblej duke e udhëzuar për në fjalët më të mira, duke udhëzuar për në veprimet më të mira, duke begatuar me dijen më të mirë. Pra ai që beson sinqerisht në parim, Allahu te bareke ve teala nuk do ta lërë të vetëm. Allahu do ta vendos në rrugën e drejtë. Allahu do t'i mësoj që ai të ecën i sigurt në rrugën e drejtë. Dhe e dyta, kjo këshill ka ardhur në kontekst të sprovës. Sprovës e cila ndonjëherë diçë nga shpërsia, disa njerëz të nxjerrin nga rruga e vërtetë. Ne jemi dëshmitar se ndonjëherë kur njerëzit ballafaqohen me sprova të rënda, për shembull humbi ndonjë familjar, ose humbi ndonjë gjymtyr të trupit, ose humbin pasurinë, ne i shohim tek humbasin edhe besimin, Allah na ruaj. Pra nxjerrin nga goja fjalë që nuk i kanë hijen një besimtari. Dhe kjo jo për tjetër, vetëm se për shkak se besimi i tyre është i dobët. Besimi i tyre nuk ka zënë rënë, nuk ka vendosur rënë në zemrat e tyre, prandaj edhe në momentet e këtilla janë të lohatshëm, por jo ata të cilët kanë besuar. Nga se wa man yu'min billah, ai i cili beson në Allahun, ai i cili beson në Allahun gjatë sprovave, ai beson se Allahu nuk ka sprovë me të cilën e godet besimtarin, e që në një ose formë tjetër mos jetë në të mirën e tij. Nga se, siç na ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wassalam, besimtari dallon nga të tjerët edhe në këtë aspekt, në aspektin e sprovave. Ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, nuk ka gjë e cila i ndodh besimtarit e që nuk është në dobinë e tij. Nëse është e mirë, falenderon dhe Allah shpërblen. Nëse është sprovë, bën durim dhe Allah shpërblen. Nga se Allahu ka thënë, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ata që bëjnë durim, ata tek Allahu do të kenë shpërblim të pakufishëm. Prandaj ai që e beson Allahun gjatë sprovave, ai pajton me caktimet e Zotit. Ai e di se mbrapa atyre sprovave, qofshin edhe më të rëndat, ka urtësi, dhe se Allahu te bareke ve teala do ta shpërblej. Allahu jo vetëm që e shpërblen, por siç ka përmendur Hoxha Abdulrahman bin Nasir Saadi, Allahu mëshiroft, Allahu edhe forcon
nga se duke udhëzuar zemrën e tij, nuk kupton se e forcon në ballafaqimin mes provat, siç ka thënë Allahu në kapitullin Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Allahu ata që kanë besuar i përforcon në jetën e kësaj bote me fjalën e së vërtetës, me fjalën e fortë, me dëshminë la ilaha illa Allah. Prandaj çdo kush që e beson Allahun te bareke ve teala, çdo kush që beson në caktimet e Allahut, çdo kush që pajton me caktimet e Allahut, Allahu te bareke ve teala ka për ta udhëzuar atë, ka për ta shpërblyer dhe ka për ta përforcuar në rrugën e drejtë. Ne këtu po bëjmë një pushim të shkurtër të nderuar vëllezër, për të rikthyer sërish me pjesën e mbetur të këshillave të Ebul Alijes, të cilat janë vërtet të një rëndësie të madhe. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allahu te bareke ve teala për të vazhduar me shpjegimin e këshillave të Ebu El Alijes, Allahu e mëshiroft. Këshilla e dytë e këtij dietarit të madh ka të bëjë me mbështetjen në Allahun e madhëruar. Ebu El Alije ka thënë, Allahu ka caktuar për veten e tij që ai që mbështetet në të sinqerisht, Allahu do t'i mjaftojë. Edhe kjo këshill është e shkputur nga Kur'ani, është shkputur nga ajetet kuranore. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh", ai që mbështetet në Allahun, Allahu do t'i mjaftojë atij. Pra, secili besimtar i cili mbështetet sinqerisht në Allahun te bareke ve teala, pavarësisht gjendjes, pavarësisht sprovave, pavarësisht problemeve me të cilat ballafaqohet, Allahu te bareke ve teala ka për të ndihmuar atë. Allahu ka për t'i mjaftuar atij. Dhe arsyeja se pse ne mbështetemi në Allahun te bareke ve teala qëndron në sekretet të cilat fshihen në mbështetjen si koncept. E para, mbështetja në Allahun te bareke ve teala është prej veprave të zemrës. Dhe nga kjo perspektivë është si thuash një lloj sinonimi i besimit. Prandaj ne gjejmë në Kur'anin famadh mbështetjen tek kurzohet me besim. Allahu ka thënë: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin". E nëse jeni besimtar, atëherë mbështetjuni Allahut. Pra është bërë një lloj ndërlidhje, një lloj kurzimi besimit me mbështetjen në Zotin, që nënkupton se një besimtar që e ka besuar prej së vërtetë Allahun te bareke ve teala, një besimtar që ka iman të fortë, një besimtar që ka besim të duhur, është e pamundur që ai të mos mbështetet në Allahun te bareke ve teala. E arsye tjetër pse ne mbështetemi në Allahun te bareke ve teala është për shkak se jeta na ka mësuar që në gjëra dhe njerëz të përkohshëm ne të mos mbështetemi. Sot mund mbështetemi tek dikush, ndërsa ai nesër mund vdes. Sot ai mund të jetë i pasur, nesër mund të jetë i varfër. Sot mund të jetë mik, e nesër mund të shndrohet në armik. Prandaj mbështetja në njerëz është e përkohshme dhe me mundësi dështimi. Ndërsa mbështetja në Allahun te bareke ve teala nuk dështon kurrë, nga se Allahu ka thënë: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut". Mbështetju të gjallit i cili nuk vdes kurrë. Allahu nuk ndryshon kurrë. Bujaria, fisnikëria, mirësia e Allahut nuk kanë të sosur. Begatitë e tij janë të panumërta dhe edhe përteja asaj që ne mund të kërkojmë nga Allahu te bareke ve teala, prap ajo që posedon Allahu në krahasim me atë që mund të jepet robërve është absolutisht e pakrahasueshme. Prandaj ne nëse i mbështetemi dikujt, i mbështetemi Allahut, pasuria e cilit nuk merr fund, i cili është i gjallë dhe nuk vdes kurrë, dhe i cili është çdo herë i gatshëm për t'i falë, për t'i mëshiruar robërit e tij. Arsyeja sepse ne mbështetemi në Allahun te bareke ve teala dhe e shfaqim fuqishëm këtë pjesë të besimit është për faktin se tevekuli
thyen ato ligjet materiale të furnizimit. Tevekuli sfidon ligjet materiale të furnizimit. Ai që mbështetet në Allahun te bareke ve teala depërton atje ku shkaqet materiale nuk mund të depërtojnë. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, sikur ju të mbështeteshit sinqerisht në Allahun, Allahu do t'ju furnizonte, ashtu siç ju furnizon zogjet që zgjohen në mëngjes të uritur, ndërsa kthehen në mbrëmje me barkun plot. Pra në qofë se ju e besoni Allahun, në qofë se i mbështeteni sinqerisht, atëherë dijeni se Allahu ka për t'ju furnizuar, madje nga nuk e kujtoni fare. Nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, do doja që t'ju rikujtoj sërish një hadith të Muhamedit alayhi salatu wassalam, që ne mbase edhe kemi përmendur në ligjëratat tona të kaluara. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, sikur njeriu të ikte nga rrezku, ashtu siç ikën nga vdekja. Rrezku do ta zinte, ashtu siç e zë vdekja. A ka njeri që mund t'i shpëtojë vdekjes? Allahu ka thënë, "Walau kuntum fi burujin mushayyada", edhe nëse ju hyni në pallate të fortifikuara, në kala që njeriu nuk mund të depërtojë, prap vdekja do t'ju zë. Edhe nëse jeni në vende të tilla, edhe nëse jeni në pranga, edhe nëse jeni në zinxhir, atë që Allahu ka shkruar për ju, patjetër se do të vijë. Prandaj ne duhet të mbështetemi në Allahun xhallahu ala, për arsye se mbështetja sfidon çdo ligj, thyen çdo ligj, dhe sigurisht se mbështetja nuk nënkupton pasivitetin, nuk nënkupton dembelin, siç edhe kemi shpjeguar, por thjesht mbështetja nënkupton bindjen tonë në Allahun te bareke ve teala. Do doja t'ju përcjell një shembull interesant, i cili ka ndodhur në brezat e parë dhe i cili e trupzon më së miri konceptin për mbështetjen Allahun te bareke ve teala. Është përmendur se dikush ka shkuar tek Ibrahimi ibn Adhemi dhe i është ankuar se ka fëmijë të shumë dhe se ka vështirë që t'ia del me furnizimin e tyre. Ibrahimi, duke parë se ky njeri e ka ngarkuar veten paksa dhe nuk e ka kuptuar drejt çështjen e furnizimit nga Allahu te bareke ve teala, i është drejtuar kësaj. Shko në shtëpinë tënde dhe shiko ai fëmijë që nuk e ka rrezikun prej Allahut, sillet tek unë. Pra në një farforme po i thotë se secili prej fëmijëve tu ka lindur me rrezik caktuar prej Allahut te bareke ve teala. Allahu ka shkruar për të si individ rrezikun, dhe se nuk ka njeri të cilin e ka falë Allahun dhe i cili nuk e ka rrezikun. Prandaj mos e ngarko veten te imase, mos vëm mbi veten tënde këtë barë të rëndë dhe të madhe, sepse me lejen Allahu te bareke ve teala furnizimi do të vjen. Pra thjesht na duhet ta kuptojmë drejt se çështja e furnizimit është prej Allahut te bareke ve teala dhe se mbështetja jone sinqert në të, duke ndërmarr shkaqet që duhen ndërmarr, na sjell deri tek furnizimi. Këshilla e tretë është një këshill vërtet motivuese dhe tërheqëse. Ebu El Ali e ka thënë, ai njeri, ai besimtar, i cili i ofron Allahut hua, Allahu do ta shpërblej shumë fish. Nëse ne e bëjmë një vepër të mirë, nëse ne ndihmojmë një rob të Zotit, një robresh të Zotit, nëse ne i shtrim dorën e ndihmës një nevojtari, nëse ne fqinjin që e kemi pranë, të afërmin që e kemi pranë, kujdesemi për të materialisht, atëherë në të vërtetë kjo puna që ne bëjmë tek Allahu te bareke ve teala pranohet si hua. Pra ne kemi bërë për një rob të Zotit, për një robresh të Zotit, dhe përderisa të gjithë ne jemi robër të Zotit, atëherë ndihma që ne japim për njëri tjetrin në të vërtetë është ndihmë që ndërlidhet me Allahun te bareke ve teala. Prandaj edhe ai na shpërblen. Prandaj edhe ne të nderuar vëllezër, duhet të bëjmë vetëm për hir të Zotit. Jo që njerëzit na falenderojnë, jo që të na ndajnë mirënjohje, jo që bëjnë reklama për ne, jo. Thjesht për hir të Allahut te bareke ve teala. Allahu ka thënë: "Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana
fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Kush është ai njeri i cili do të ofrojë për Allahun një hua dhe të cilën Allahu do ta shumëfishoj shumë herë. E ke bërë për Allahun një vepër të vogël, atë sa ke pas mundësi. Ke ndarë për dikë 1 euro sadaka. Dije se nuk e ke dhënë 1 euro sadaka. Mirë po ke dhënë për Allahun diçka që Allahu do ta shpërblej shumë fish. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë se kur njeriu e jep një lëmor qoftë edhe vogël, Allahu te bareke ve teala e vendos në dorën e tij të djathtë dhe ajo rritet derisa të bëhet sa një kodër e madhe. Duke marrë shkas këtë, njëri prej dietarëve të brezave të parë, Yahya ibn Muadhi, ka thënë: unë nuk di ndonjë kokër tjetër e cila rritet dhe mpeshore peshon sa një kodër përveç kokrës së sadakas. Një kokër e grurit që ti e jep për hir të Zotit. Dije se ajo nuk është një kokër, por tek Allahu te bareke ve teala ajo peshon sa një kodër. A nuk mjafton, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, që i dashurin Muhamedi alayhi salatu wassalam është betuar në Allahun edhe ka thënë: po ju betohem, ma naqasa malu abdin min sadaqa. Wallahi, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Jep nga se ai që do të shpërblej është Allahu. Ke dhënë pak, Allahu do të jep shumë. Ke dhënë pak, Allahu do të shpërblej shumë. Allahu do të shpërblej madje ashtu siç nuk mund ta imagjinosh. Prandaj të nderuar vëllezër, ata që japin për Allahun, ata dëshmojnë se janë besimtar. Ata që japin pasurinë që është e dhimbshme, ata dëshmojnë se janë besimtar. Ata që japin për Allahun, dëshmojnë se janë besimtar sepse e presin shpërblimin prej Allahut te bareke ve teala. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: sadakaja është burhan, është argument. Është argument i besimit ton se ne për hir të Zotit japim edhe nuk ndalemi. Allahu te bareke ve teala në Kur'anin famad ka sjell një shembull interesant se si ajo që ne japim për Zotin shumë fishohet. Në mënyrë figurative ka thënë kësaj: Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba. Shembulli atyre që i japim për Zotin është sikur shembulli i një kokre të grurit, nga e cila dalin 7 kallin, dhe në secilin prej këtyre kallinjve ka nga 100 kokra. Pra e ke dhënë një kokër dhe Allahu për një t'jep deri në 700 fish. Allahu t'jep ashtu siç nuk mund ta imagjinosh dhe ashtu siç di dhe ka mundësi vetëm ai që të shpërblej. Ndërkohë vëllezër, besimtarët e parë kur kanë parë këto ajete kuranore, kur i kanë përjetuar këto ajete kuranore, nuk janë dalë së dhënë për hir të Allahut te bareke ve teala. Kur është shpall ajeti: men dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana, kush është ai besimtar që do të ofroj për Allahun një hua të mirë? Njeri prej sahabave i quajtur me emrin Ebu Dahda, siç ka shënuar Imami Ibn Kathiri në tefsirin e tij, ka thënë: o i dërguari i Allahut, Allahu po kërkon hua prej nesh? Ka thënë po. Ka thënë: unë jam pronari një kopshti me 600 palma, me 600 trupa hurmësh, po e jap për Zotin tim hua. I ka thënë kësaj tekstualisht: po e jap për Zotin tim hua. Dhe ka shkuar me qenë se në kopshtin e tij ka qenë duke banuar nëna e tij dhe fëmijët e tij, dhe e ka thirrur me zë të lartë nënën: oj nëna e Ebu Dahdas, le të dalim nga kopshti sepse e dham hua për hir të Zotit. Pra tër kopshtin e ka dhënë për hir të Allahut te bareke ve teala, në mënyrë që nesër para Zotit ketë shpërblim të madh. Kështu kanë qenë brezat e parë, dhe ky është vetëm një shembull ilustrues, ndryshe shembuj të tillë
ka plot e përplot, qoftë nga brezat e sahabeve, nga brezi sahabeve, qoftë nga brezat e mëvonshëm të tabiinëve dhe etba'i tabiinëve. Të nderuar vëllezër, arsyeja se pse ne nxitemi që t'japim pasuri, pse ne nxitemi që t'japim lëmosh, është edhe për faktin se përderisa pasuria është e dhimbshme, atëherë neve na duhet që ta çojmë diku dhe ta ruajmë. Dhe nuk ka vend më të mirë për ta ruajtur se sa tek Allahu. Prandaj rrafehet se Isa alayhi salam ka thënë: "Çojeni thesarin tuaj atje ku duart e vjedhësve nuk mund të arrijnë." Atë që ke dhënë tek Allahu, ajo mbetet dhe ajo nuk ndryshon kurrë dhe askush nuk ka mundësi që të ta vjedh ose të të privoj prej saj. Prandaj ne jemi thirrur që t'japim për Allahun te bareke ve teala. Këshilla e katërt e cila na lidh me Allahun te bareke ve teala ka të bëjë me atë se kur ne kërkojmë mbrojtje nga Zoti, Zoti na shpëton. Mënyra se si e ka interpretuar vet Ebu El Aliye është vërtet domethënëse dhe fshen një mesazh, një mësim për cilin kemi nevojë të gjithë. Ebu El Aliye ka thënë se provë, dëshmi e kësaj urtësie në Kur'anin famall është ajeti wa'tasimu bihablillahi jami'an, ju të gjithë besimtar mbahuni për litarit të Allahut, mbahuni për Kur'anit, mbahuni për Islamit. Pra nëse ne duam që të shpëtojmë, atëherë kemi një rrugë, atëherë kemi një mënyrë, dhe kjo mënyrë është që ne të mbahemi fesë Allahu te bareke ve teala, që ne të mbahemi udhëzimit të tij, që ne të mos lajthisim, që ne të mos devijojmë, nga se Allahu na ka kujtuar në Kur'anin famall se rruga e vetme e cila neve na çon në kënaqësinë e tij, në shpërblimet e tij, është rruga e tij. Allahu ka thënë: "Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun." Ata që ndjekin udhëzimin tim, që ecin rrugës së fesë time, ata as nuk do të kenë frikë dhe as nuk do të jenë të pikëlluar. Pra do të bëjnë një jetë të lumtur në këtë botë dhe me lejen e Allahut te bareke ve teala në botën tjetër do të kenë një jetë edhe më të mirë. Për dallim prej atyre që vendosin t'ia kthejnë shpinën Allahut te bareke ve teala. Vendosin që t'ia kthejnë shpinën udhëzimit të Allahut te bareke ve teala. Allahu ka thënë: "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ai i cili e ndjek udhëzimin tim, ai as nuk humb, nuk lajthit, por as nuk bëhet i dëshpëruar. Pra është në rrugën e drejtë dhe disponon me një shëndet shpirtëror dhe psiqik çfarë të tjerët nuk e kanë. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, ndërsa ata që vendosin t'ia kthejnë shpinën fesë sime, ata do të bëjnë jetë të mjeruar. Pra edhe nëse shfaqen duke kënduar, edhe nëse shfaqen duke vallëzuar, edhe nëse shfaqen duke buzëqeshur e qeshur, dijeni se zemrat e tyre janë të zbraste. Zemrat e tyre janë përplot mjerim, nga se Allahu ka thënë dhe fjala e Allahut është e vërteta: çdo kush që shman nga rrugën e tij, ai do të ketë jetë të mjeruar. Ai nuk do të jetë i lumtur, ai do të ketë frikë, ai do të ketë pikëllim, ai do të ketë sheka, do të ketë dëshpërim. Prandaj nëse ne duam jetën e lumtur në këtë botë, nëse ne duam jetën e lumtur në botën tjetër, ka vetëm një rrugë që nuk ka rrugë tjetër, dhe kjo është rruga e Allahut, është rruga e fesë tij. Dhe këshilla e fundit, të nderuar vëllezër, është një këshillë e cila na lidh edhe më shumë me Allahun. Ebu El Aliye ka thënë: Allahu ka caktuar për vete se çdo kush që e lut atë, Allahu do t'i përgjigjet. Pra, nëse ke bërë dua, ke bërë lutje, dije se Allahu të përgjigjet. Nga se Allahu ka thënë në Kur'anin famall: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem atij që më lut, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
prandaj ata let më kërkojnë mua, let më lusin mua dhe let besojnë në mua që t'jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra Allahu kërkon prej nesh ta lusim, duke na treguar se ai do të na përgjigjet. Duke na treguar se sa herë që ne i çojmë duart ka qielli dhe lusim Allahun te bareke ve teala, lutja jon do të jetë e pranuar. Ka thënë Allahu në kapitullin Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj ka thënë, më lusni që unë t'ju përgjigjem. Pra lutë Allahun nga se Allahu të përgjigjet. Madje siç ka përshkruar Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahu turprohet ashtu siç i ka hije madhështisë së tij, që një besimtar t'i çoj duart ka qielli dhe ta lutë Allahun e pastaj Allahu të mos ja përmbush lutjen e tij. Pra duhet të jemi të bindur se Allahu do të na përgjigjet patjetër në lutjen tonë. Dhe madje nga mirësia e kësaj feje është se neve na është treguar që ndonjëherë nëse na vonohet përgjigje, atëherë vonohet për arsye se mënyra e përmbushjes së një lutje nuk është çdo herë e njëjtë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: Allahu te bareke ve teala, nuk ka musliman që e lut Allahun te bareke ve teala, që e lut pa bërë mëkat dhe pa i shkëputur lidhjet familjare, e që Allahu nuk ja jep njërën prej këtyre 3 gjërave. E para, i përgjigjet drejt për drejt në lutjen e tij. E dyta, i haruan lutjen për në botën tjetër kur do të ketë nevojë edhe më shumë. Dhe e treta, i largon një dëm që ka rëndësi për jetën e tij, largimi i atij dëmi sa do të kishte përfitimi i një mirësie për cilën është lutur. Pra lutuni sepse Allahu te bareke ve teala gjithsesi se përgjigjet në lutje. Vetëm se mënyra e përmbushjes së lutjes mund të jetë e ndryshme. Mund të përgjigjet Zoti në lutjen tënde drejt për drejt, mund që të ta ruaj në botën tjetër dhe mundet që në vend të saj ta largon një rrezik i cili do të kishte qenë fatal ose me pasoja të mëdha për ty. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka porositur që në rastet kur përmbushja e lutjes vonohet paksa, të mos heqim dorë nga duaja. Për arsye se do të ishte një gabim i madh, ka thënë yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Lutja ndonjërit prej jush vazhdon që t'i plotësohet përderisa ai nuk ngutet dhe thot da'utu falam yustajab li, jam lutur por s'më është përmbushur lutja. Pra mos hiq dorë nga lutja, sepse me lejen Allahu te bareke ve teala, Allahu që vet ka thënë se do të përgjigjet në lutje, Allahu e mban premtimin dhe se herët ose vonë në një ose formë tjetër Allahu ka për të përgjigjur. Ne lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu të na falë, Allahu të na mëshiroj gabimet dhe lëshimet që i kemi bërë, Allahu të mos na dënoj për to. E lutim Allahun që të na bekoj për të qenë të fortë në fenë e tij, të na bëj të pathyeshëm në këtë rrugë dhe e lutim Allahun që dita jonë më e mira të jetë dita kur do të takojmë atë. Allahun e lutim që të na ketë në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.